Ju kemi drejtuar një kërkesë në lidhje me dosjen e spakut të Belinda Ballukut, e cila duhet t'ju shkojë çdo deputeti që të vihet në kushtet për të votuar heqjen e imunitetit. Dhe akoma nuk na kthyer një përgjigje. E para kjo. Minimalisht, zoti kryetar, një përgjigje. Po, jo. Dua, s'dua. Se kështu ka vajtur kjo punë. Është gjithçka në dorën tuaj, ju nuk pyesni as për rregullore, as për ligje, bëni çfarë ju do qefi. Tani, përveç kësaj, nga ana tjetër, zoti kryetar, ka një deklaratë të Bashkimit Evropian, ku thot shprehimisht, po lexoj deklaratën. Siç kemi deklaruar më parë, është përgjegjësi e Kuvendit të Shqipërisë të trajtojë pa vonesë kërkesat për heqjen e imunitetit të anëtarëve të tij. Vonesa në lidhje me votimin mbi heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, mbi kërkesën për arrestim të Belinda Ballukut, është e papranueshme. Po mbroni të korruptuarit. Gjithë interpretimi dhe tallja, do thosha, doli Tauland Balla tani dhe tha, nuk është ta kërkesë për heqjen imuniteti për arrestimin e Belinda Ballukut. Jo, është leje autorizimi për mas sigurie. Si ç'është kjo punë? Si gënjeni njerëzit në çfarë mënyre? Është kërkesë për arrestim, Tauland. Duan t'i vënë prangat. Shqip. Tani, ju pëlqen. Kjo është. Ju quheni mas sigurie, ju quheni leje, bëjeni si të doni. Ka një kërkesë nga spaku për arrestimin e Belinda Ballukut, zoti kryetar. Po u mbisni kohën kot, duhet sa më shpejt që ky kuvend të marrë një vendim. Dhe para se të marrë vendimin, duhen që të gjithë deputetët të kenë dosjen që spaku ka sjellë në kuvend, në mënyrë që deputetët të vijen në dieni me provat që spaku ka mbledhur. Është shumë e thjeshtë. Faleminderit. Zoti Sheha, do të merrni përgjigjen me shkrim, por gjithsesi përsëri po dalim nga rendi i ditës, sepse kjo nuk është një seancë pyetje përgjigje me kryetarin e kuvendit, por po e them edhe një herë. Ka një urdhër të prokurorit të posaçëm për ruajtjen e sekretit hetimor. Çdo deputet antar i Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve që ka kërkuar të njihet me materialet, ka firmosur një deklaratë para prokurorit për ruajtjen e sekretit hetimor. Në këto kushte nuk është e mundur dhe nuk është e lejuar, madje është urdhëruar që materialet të mos publikohen dhe të mos shpërndahen. Nëse e doni me shkrim, keni drejt formalisht ta pretendoni me shkrim, do ta merrni përgjigjen. Askush nuk mund ta marrë dot, madje asnjë antar i Këshillit të Mandateve, nëse nuk ka firmosur deklaratën për ruajtjen e sekretit hetimor para prokurorit. Shumë faleminderit. Zoti Erio Mile. Faleminderit kryetar. Kjo seancë nisi ditën e sotme me një kërkesë nga kryetari i grupit të Partisë Demokratike për shqyrtimin e kërkesës së ardhur në kuvend për zonjën Ballukut. Unë dua t'ju cilësoj, kryetar, që kjo është një kërkesë totalisht në konflikt interesi. Nëse ka një person që është në konflikt të drejtë për së drejti, interesi me zonjën Balluku është zoti Gazmend Bardhi. Të dy këta individ janë përballur në qarkun e Fierit si drejtues politik dhe ka përfunduar kjo betejë elektorale me zotin Bardhi si humbsi më i madh historik i Partisë Demokratike. Zoti Gazmend Bardhi erdhi në Fier si i madhi Gaz Bardhi dhe iku nga Fieri si mbas Gardhi. Por ne socialistët e Fierit kemi një kërkesë për kryetarin e Partisë Demokratike, për zotin Sali Berisha. Bac, ti e di që unë si kundërshtar të respektoj. Dhe të respektoj shumë. Do të mile qëndroni të procedura. Patjetër. Ju lutem mos na e largoni zotin Bardhi nga Fieri, vazhdo ta lini drejtues politik, po nuk dolëm herën tjetër 14-2
Atëre ju do keni gjithë të drejtë për të folur. Ju lutem. Thuaj fjalën e fundit, lutem, si procedurë. Çdo kërkesë ardhur nga zotëria në fjalë për zonjën Balluku është tërësisht në konflikt interesi sepse ka për qëllim vetëm ta çojë nga një betejë elektorale në një betejë procedurale, por nuk të voton populli me procedurë gas. E ketë humbur. Zoti Bardhi, replikë. Zoti kryetar, sigurisht që nuk e mora fjalën për t'ju përgjigjur Zarit Belinda Ballukut. Ju lutem. E mora fjalën. Tërheqë vëmendje. Jo, mos ta tërheq vëmendje fare. Masa e dytë sipas neni 64 të rregullores. Okej. Keni marrë 2 masa. Për rregullore, zoti kryetar, do të kishit dëgjuar zotrin që më ndryshoi mbiemrin dhe më tha Gardhi. Dhe duhet ishte të rreq vëmendjen. Po t'jesh i njanshëm. Ndërsa Zar, ai e din shumë mirë që është i tillë, i Belinda Ballukut. Qytetarëve të Fierit i kanë bërë një premtim ku kam qenë fushat, që kjo zonja që po deformon vullnetin e qytetarëve me paratë e korrupsionit do të shkojnë në burg. Dhe kanë bërë premtimin, ajo do të shkojnë në burg. Me apo pa ty Zeqinen e gjithë zagarët e vet që ka sjell tu në sallën e Rregull sipas neni 64 të rregullores, zoti Bardhi, keni marrë 2 masa për sot. Ju lutem, respektoni rregulloren. Zoti Gjin Gjoni për procedurë. Replik. Zoti Sali Berisha, replik. Ndjes zoti Gjoni. Replik. Sot, mbarë shqiptarët dhe komunitet ndërkombëtar pret nga ky parlament heqen me urgjencë të imunitetit të Edi Rams, në fakt, por në letra të Lubi Balluku. Ju keni marrë një mision të pamundur. Këtë që po bëri ju se ka bërë kushkur. Ju po ndryshoni, jeni të gatshëm të ndryshoni ligje për të mbrojtur një hajdut që është damkosur parambar shqiptarve si hajduti kryesor në historinë e kombit dhe një nga më kryesor në historinë e Europës. Ai po përdor ju si lolo. Ai po përdor ju jo si zar, po si kukulla të vërteta. Ai po keq përdor ju në shkallën më ekstreme. Dhe ju që më shifni u kështu si me inab, qoja. Ja ku them unë, se këta avoketrit e Lubis në sallë, kur ndodhen pa të huajve, e kyçin gojë, nuk thot një fjalë në mbrojtje të saj. Hajde t'jap regjistrimet po deshe. Nuk thot një fjalë, kur rrin si pula. Kurse këtu ju nxisin ju drejt krimit të vërtet, krimin vazhdim. Pa ja, këta që u dalin para ju shtu. Pyesni pak, çfarë kanë dje pa dje, çfarë thonë në pranimet tuaj. As një fjalë për Lubin. Përkundazi, u përshpërisin vesh se do ja heqim. Do e bëjmë. Përfundoj koha, zoti Berisha. Përfundoj koha. E ke me të thënë se vetë nuk merr pjesë, fatkeqësisht. Zonja Zeqine Çaushi për replik. Faleminderit i dashur Gazo që më përmende më në fund
knajsi të përballem këtu me ty, se ta thash atje tek deti i Fierit, po nuk më besove o Xhan, nuk më besove. Ti Gazo, erdhe në Fier këtu më shik këtej, shiko në sy. Po, shiko Yllo, ti erdhe në Fier vetëm për të pirë gjini o yll bote. Atje në 2 të natës e për të shkëlqyer sy Xixa, gjithashtu edhe për të ngrënë qoftet e lokali lagjes. Për këta erdhe ti, sepse ty nuk pati fjerak të hapte derët, nga Lushnja, nga Divjaka, nga Roskoveci e nga Patosi. U kalove gjyshërve atje në Patos edhe nuk i ndinjuan të shihnin fare. Në Roskovec, qa të bëri Roskoveci dashur Gazo kur dole në pazar? Ike më përpara se sa të vije. Ti ylli i Fierit, për këto do të mbahesh më në Fier. Kanë kaluar kaq muaj nga zgjedhjet. Pse s'ke shkuar atje tek ata pak demokrat që i dhan ato vota për Gentin? Këtu duhet të ishte Genti me Zana Numanin, e jo ti ylli i Fierit. Po ti duhet ma dish mua për falemderit që doktori nuk të hoqi nga i vendi vetëm për mos më bërë mua qefi. Kështu yll. Rrise, tek sjalimi do të kujtoj një shprehje të bukur që ja ke thënë babit të Zenit. Do ta them yll. Do ta them. Po, ma ka mësuar ata që pihet i gjini, ajo është kategoria jote, se unë t'i njoh. Kategoria jote, o yll. Po ti je një njeri që vetëm për të përdredhur erdhe në Fier me ato trupin tënd si për tek domatesh, kaq kisha unë. Do të përball